Përshëndetje dhe mirë se erdhën në një episod të ri të Shtunat me Anxhelën. Përshëndetje dhe mirë se erdhën në një episod të ri të Shtunat me Anxhelën. Sot kam vendosur të kaloj një ditë shumë të këndshme në kuzhinë, duke qenë se kam vendosur të përgatisim 2 receta të shumë kërkuara, sepse më kanë shkruar shumë vajza dhe në Instagram, duke qenë se ato duan të dinë se si unë e përgatis tharmën për të përgatitur bukën apo receta të ndryshme, sepse tharmën mund ta përgatisim, mund ta përdorim në receta të ndryshme. Dhe sot nuk është rasti për ta përdorur tek buka, por duhet ta përdorim në 2 receta të ndryshme, siç janë biskotat. Një biskot do të jetë e ëmbël dhe një biskot do të jetë e kripur. Kështu që qëndroni deri në fund të videos për të parë këto 2 receta dhe për t'i përgatitur së bashku. Mos harroni të ndizni silën dhe të bëni një subscribe për të parë më shumë video nga unë. Të fillojmë. Receta e parë do të jetë e biskotave të ëmbla. Unë kam bërë gati të gjithë përbërësit më përpara në mënyrë që ta kemi më të thjeshtë për t'i përgatitur së bashku. Do të na duhet një peshore kuzhine, është shumë e rëndësishme, por mund të gjeni dhe alternativë tjetër për të peshuar gjërat ose për t'i matur të gjithë përbërësit. Atëherë, do të na duhet 50 gram sheqer kaf. Do të na duhet gjithashtu një kokër vezë, do na duhet çokoladë ose copsa çokolade. Unë kam marrë një çokoladë pa sheqer dhe do ta presim në fund para se ta vendosim për të pjekur, do t'i presim në kubik të vegjël. Këtu kam bërë gati 55 gram gjalp, të cilat do t'i vendosim tani për ta shkrirë, ose dhe mund ta përdorim në këtë lloj konsistence që ka, sepse unë e kam nxjerrë prej frigoriferit, ka rreth 1 orë e gjysmë 2 orë dhe është gati për të përgatitur biskotat. Do të na duhet vanilje dhe pak sodë buke dhe 90 gram miell. Dhe përbërësi kryesor i kësaj recete, gjeni pak se kush është. Ju mos e vini re këtë vazon që unë kam zgjedhur, por ishte e vetmja që unë kam pasur pak më të madhe se që më duhej. Dhe kemi tharmën. Tharma është e gjitha e aktivizuar. Unë e kam ushqyer, e ushqej për ditë, sepse unë po bëj bukë më shpesh këto kohë dhe më duhet që t'jetë aktivizuar dhe e fortë për recetat që unë bëj. Sot do përgatisim 2 recetat, të cilat do duan tharmën. Në fund të videos do t'ju tregoj dhe se si unë e përgatis tharmën, është shumë e thjeshtë. Në internet mund të keni parë receta të ndryshme të përgatitjes së tharmës, por unë kam zgjedhur që në fillim ta bëj vetëm me 2 përbërës, dhe 2 përbërës që na gjenden në çdo lloj shtëpie gjenden ato 2 përbërësit dhe bëhet shumë thjeshtë. Kam gjetur edhe çelësin që tharma të aktivizohet më shpejt, duke qenë se në Tiranë kisha pak probleme me aktivizimin e tharmës dhe tani e kam kuptuar se ku çalonte e gjithë puna. Pa humbur kohë, vazhdojmë me recetën e parë. Ndërkohë që gjalpi është shkrirë, do ta lëm pak të ftohet në mënyrë që në fund kur ta shtojmë të jetë në temperaturë normale që mos na pritet dhe veza. Atëherë, si fillim, për të bërë biskotat me tharmë dhe me copsa çokolade, do të na duhen 60 gram tharmë e aktivizuar më parë. Do fillojmë t'i përsijejmë. Do shtojmë sheqerin dhe do ta trazojmë derisa të na tretet. Sheqeri duhet të jetë kaf, sepse i jep atë ngjyrën karakteristike në fund të biskotave. E gjalpin do ta shtojmë avash avash. Gjysmë luke me sodë buke. Do të shtojmë dhe një lugë plot me vanilje. Do vazhdojmë. Ndërkohë, e kemi tretur sheqerin, kemi vezën, tharmën, edhe tjetër çfarë shtuam?
edhe sheqerin kaf, edhe gjalpin në fund. Nuk e di po kanë marrë një aromë shumë të mirë. Do të shtojmë mielin. Është gati, kjo është konsistenca që duhet. Do fillojmë të coptojmë çokoladën, na duhet një tras e vogël. Ja shtojmë brumit. Mi gati. Do ta mbështjellim me pelikull ose siç është në këtë tasin. Do të vendosim pelikullën sipër dhe do ta lëmë deri në 10 minuta në frigorifer. Receta e dytë është receta ime e preferuar sepse do përgatisim biskotat e kripura me djathë cheddar. Është hera e parë që unë i përgatis dhe mezi pres të provoj në fund. Atëherë, me që e kemi djathin në dorë, do të themi me që djathin e kemi në dorë në një tas, do të themi të gjitha përbërësit që do të na duhen. Kemi 100 gram djath cheddar. Kemi 80 ml qumësh në një gotë të vogël. Do të na duhen 200 gram miell për të gjitha llojet e përdorimit. Do të na duhet pak krip. Do të na duhet gjithashtu pak sot buke, pak hudhër pluhur dhe gjithashtu majdanoz për t'i shtuar në fund për të gjitha aromat. Receta origjinale ka këto lloj përbërësish, por ju mund të shtoni ose të hiqni të gjithë përbërësit që nuk ju pëlqejnë ose që nuk i konsumoni. Si fillim, haruam përbërësin kryesor të kësaj recete, siç ishte edhe tek biskotat e ëmbla, që është sourdough, që është starteri jon, tharma jon, që do të na duhet përsëri për këtë recetë dhe që do të dali një shije shumë e shijshme dhe një shije e thellë e të gjithë përbërësve, sepse këtë bën tharma, siç bën edhe te bukaj, që ka një super shije të mirë dhe që ndryshon 100% nga çdo lloj buke tjetër që mund të blini me maja. Si fillim, do të fillojmë me përzierjen e miellit. Kemi 200 gram miell dhe gjithashtu do të na duhen dhe 60 gram gjalp. Gjalpin, ndryshe nga receta e parë e biskotave, do të na duhet një gjalp i ftohtë, do ta presim në kubik. Gjithashtu do ta shtojmë tek mielli, ku do ta përziejmë. Atëherë, e vendosim mbi peshore dhe me thikën do presim disa kubik të vegjël me gjalp. Gjalpi duhet të jetë pa krip. Për ëmbëlsirat zakonisht përdoret gjalpi pa krip. Mielli bashkë me gjalpin të jenë bashkuar. Bëhet si tip zhavari, sepse nga përzierja e gjalpit me mielli në të lloj konsistence do marrë dhe do duket. Po që unë po xhiroj për serinë e të shtunave me Anxhelën, jam duke bërë edhe reels ndërkohë, prandaj ndonjëherë shikoj edhe pak më poshtë sepse kam vendosur telefonin, sepse duaj që këto receta t'i ndaj edhe në Instagram në mënyrë më të shkurtuar, jo siç po bëjmë edhe muhabet këtu në kanalin ton, por t'i shpërndajmë këto receta edhe në rrjetet e tjera sociale. Ndërkohë, të dielën jam pashkët ortodokse, ju uroj gëzuar pashkët të gjithë besimtarëve ortodoks edhe ata që i festojnë. Ne në familjen tonë nuk jemi ortodoks, por i festojmë pashkët edhe çdo lloj feste tjetër i kemi festuar gjithmonë edhe nuk është problem fare. E kemi. Dhe do të vazhdojmë përzierjen. Gjysmë luke me sot buke. Do të shtojmë hudhër pluhur. Sa më shumë, sepse unë e kam shumë qef hudhrën, sidomos kur është pluhur. Gjithashtu edhe pak krip.
Do të shtojmë edhe majdanosin në fund, pasi të janos dhe i përzijmë. Do të hedhim pak miell në tavolinë. Ja. E heqim edhe tasin. Do të na duhet ndarsja, spatula për të bërë ndarjen, dhe do marrim pecin që ta hapim brumin. Tani ne do bëjmë diçka. Nuk do fillojmë direkt me prerjen e formave të biskotës, por duhet të krijojmë disa shtresa që të na dali bukur më pas. Duhet t'i ndajmë përsëri në mes. Dhe çfarë do bëjmë tani? I kemi në këtë lloj forme. Do t'i vëmë sipër njëra tjetrës. Ja, këto të voglat i bëra bashk dhe këto të tjerat i bëra bashk. Dhe gjithashtu do t'i bëjmë hapjen. Dalin një formë e bukur. Këto biskotat nuk duhet t'i hapim shumë brumin që të na dalin pak kështu si fluffy, të fryhen, edhe të na dalin si bufe, jo biskota të holla. Ja, kështu siç e kemi. Tani do bëjmë ndarjen e biskotave. Pjesën tjetër, këto cepat, i bashkojmë me brumin tjetër. Dhe kështu do duken biskotat tona. Dhe do ta vazhdojmë në këtë mënyrë, duke krijuar biskotat tona. Tani unë dua t'i bëj katrore, prandaj heq këto copat, ansoret. Dhe i bashkojmë prapë në fund që të na dalin biskotat të tjera. Nuk është ndonjë problem. Ndërkohë e kam ndezur furrën në 220 gradë dhe biskotat tona do t'i pjekim për 15 minuta deri në 18 minuta. Këtu kam tavën dhe do t'i vendosim të gjitha me radhë. Do t'i lëm pak hapësirë nga njëra tjetër, që t'i luajmë biskotat nga sipër. Biskotat i kemi gati për t'i futur në furrë, ndërkohë që furra është nxehur aq sa duhet. Do t'i pjekim për 15 deri në 18 minuta, siç ju thash, në 220 gradë. Varet në fakt edhe nga furra që ju keni. Nxorët dhe biskotat e ëmbla nga frigoriferi kanë kaluar më shumë se 10 minuta. Këtu kam tavën ku do vendosim biskotat, ndërkohë do presim që të piqe një herë biskotat me djathtin cedar dhe më pas do t'i vendosim për t'i pjekur vegjël. Në fakt, jo dhe shumë të vegjël që të na dalin pak biskotat të mëdha. Në fakt, në 175 gradë dhe për 10-12 minuta do t'jenë gati. Që biskotat të naftohen ashtu siç duhet dhe të kullojnë ashtu siç duhet përsëri, do t'i vendosim mbi rrjetën e kuzhinës. Biskotat me cheddar, nga sipër siç e pat, i lyeva me pak qark të shkrirë dhe momenti për t'i provuar. Janë shumë të buta.
krijuar këto shtresat brenda dhe t'i provojmë. Janë shumë të shijshme. Më pëlqen shumë shija e çedarit me hudhrën dhe kanë dalë super të mira. Ja u sugjeroj që t'i përgatisni dhe ju nëpër shtëpitë tuaja. Nuk ka më keq se ti është duke xhiruar dhe të fiket kamera nga bateria. Kështu që tani po xhiroj këtë pjesën e fundit me telefonin tim, biskotat me çokoladë sa po i kam nxjerr dhe po i vendos tek kjo pjatanca. Shikoni pak se sa janë fryrë dhe sa të bukura janë bërë. Ne si pres t'i provoj edhe këto. Ndërkohë nuk kam bërë akoma drekën time dhe jam duke ngrënë, provo biskota me çedar, provo biskota me çokoladë dhe për gjell nuk do më shkoj mendja sot mua. Këto janë biskotat. Apo i provova biskotat për Instagramin dhe tani do i provojmë për ju në YouTube. Kanë dalë shumë të mira, janë shumë të buta dhe ndryshe nga biskotat që mund të bëhen me baking powder, këto me tharm dalin pak më të ngjeshura dhe ndihet shumë ajo shija e tharmës. Janë shumë të shijshme dhe ja u sugjeroj t'i përgatisni. Tani t'i provojmë edhe një herë për ju. Ja super vrin dhe mendoj që kur të ftohen do jenë akoma edhe më të shijshme. Tani, t'i lëm më njanë biskotat tona dhe do bëjmë pjesën e fundit të kësaj videoje, e cila është ushqyerja e tharmës, e përbërësit ton kryesor të kësaj recete. Do ta ushqyejmë, do ta ushqejmë dhe unë kur kam bërë shumë receta me tharm, si fillim do ta ushqej me më shumë miell edhe ujë. Përbërësit kryesor të tharmës time janë mielli dhe uji. Kam parë shumë receta të tjera që mund të bëhen me moll, mund të bëhen me kos, nuk e di dhe se sa shumë receta të tjera kanë. Për secilën prej nesh që përdor tharmën, çdo recetë funksionon ndryshe. Një vajzë e pëlqen ta bëj me kos, një vajzë tjetër me moll. Unë kam zënë rehat në fakt me këtë recetën e miellit dhe ujit në masa të barabarta dhe do ta vendos në peshore. Unë gjithmonë e bëj me peshore, asnjëherë nuk e ushqej tharmën apo çdo lloj recete tjetër pa peshore, sidomos tharmën, sepse dua që t'i kem përbërësit masat e sakta. Tani e zerojmë. Marrim pak ujë në temperaturë ambienti, por jo ose edhe nga çesma, por jo të jetë i ftohtë dhe mielli. Pjesën e marrjes së miellit më pëlqen me pirun sepse e trazoj më mirë edhe mielli tretet më mirë se ç'duhet se sa me lugë. Unë do të shtoj 40 gram miell dhe 40 ml ujë. Tani unë hodha 44, kështu që do bëjmë 44 miell, 44 ujë, që t'i kemi të barabarta. Kemi fix fare. Injoroni siç ju thash, vazon time, e cila ka pothuajse 3 muaj, që për ditë hidhet miell edhe ujë. Edhe këto anësorët gjithmonë bëhen kështu si kore, sepse bëhen nga mielli. Ta vendosim pirunin, sepse unë e lë në temperaturë ambienti, e lë tu tek salloni, tek kuzhina. Kur isha në Tiranë, tharmën time e lija sigurisht siç po e lë edhe këtu jashtë, por
Duke qenë se shtëpia ime në Tiranë është shtëpi private dhe si të shumtat e shtëpive private në Tiranë nuk kanë atë sistem mbrojtje siç mund të jenë jashtë shtetit, siç janë këtu në Finland, në Itali, në Greqi apo në shtete të tjera, dhe janë shumë të ftohta, ambienti është shumë i ftohtë. Dhe tharma donte shumë kohë që të aktivizohej dhe nuk arrinte atë aktivizimin e duhur dhe buka nuk më dilte me ato fluska siç mua më del kur po e bëj tani që po e bëj bukën këtu në Finland. Sepse brumin tharmën nuk po e lë jashtë dhe këtu ambienti është shumë i ngrohtë. Ju nëse doni edhe nëse tharmën e përdorni për shembull një herë në javë, mund ta ushqeni çdo ditë ose një ditë po e një ditë jo dhe ta mbani në frigorifer që mos t'ju prishet. Por duke qenë se unë po bëj 2 herë në javë bukë, po bëj edhe receta, unë e lë jashtë, e ushqej çdo ditë edhe kam në mas aq sa që më duhet çdo herë për të bërë receta. Por u mënyrën se si tani siç ja u tregova edhe juve, do të bëj dhe një reels, do bëj story çdo ditë, do marr një vazë tjetër, do të shtoj mielin dhe ujë në masat e duhura, dhe do ta nxjerr çdo ditë në story, do t'rregoj se si unë e ushqej tharmën dhe se si ajo do filloj të aktivizohet dhe ta kemi gati për bukën tonë, sepse më kanë ardhur disa mesazhe se si unë e përgatis tharmën. Kështu që kjo është mënyra që unë e bëj. Ju mund të shikoni edhe vajza të tjera në TikTok, në Instagram se si e përgatisin. Kjo është mënyra ime dhe për mua ka funksionuar dhe buka më del shumë e mirë. E lëm tani këto me njën dhe një detaj tjetër, asnjëherë mos e mbyllni kapakun ta vulosni, por thjesht lëreni pak të hapur që të ketë ajrosje. Ose mund të vendosni pelikull dhe ta shkoni nga sipër me një fik të vogël me majën e fikës dhe të ketë ajrim. Këto pra ishin dhe recetat dhe këshilla ime për tharmën, mënyra se si unë e përgatis. Këto janë 2 biskotat, llojet e biskotave që unë përgatita për ju sot, një të ëmbël, një të kripur, e preferuara ime janë këto me cedar. Shpresoj që t'ju kem pëlqyer dhe t'i përgatisni receta. Receta do t'ja u lë për secilën recetë, do t'ja u lë në anë në çdo video që kemi bërë deri tani. Dhe mund t'i përgatisni dhe ju në shtëpi në momentin që tharmën do ta keni gati. Shpresoj që t'ju kenë pëlqyer dhe bashkë do të shihemi në një serin tjetër, në fakt, të shtunën tjetër me receta të tjera akoma edhe më të mira dhe të shijshme, sidomos tani që po ka ardhur pranvera edhe këtu në Finland, do kemi receta shumë të shijshme me frutin e sezonit. Mendoj të bëj dhe receta me frutin e sezonit, sepse pse jo, do dalin receta goxha të shijshme dhe të bukura në pamje. Kjo ishte dhe video, shihemi të shtunën tjetër.